Lillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vazhdojmë të jemi me çështjet që kanë të bëjnë me ezanin. Dhe ky është mësimi i tretë rreth çështjeve që kanë të bëjnë me ezanin, por jo i fundit, ka akoma çështje që do t'i marrim inshallah natën e ardhshme me lejen e Allahut. Gjë që tregon rëndësinë e këtij adhurimi dhe vlerën e tij njëkohësisht. Por në të njëjtën kohë tregon që muslimani, në mënyrë të veçantë, ata që e thrasin ezanin, muezinët, duhet ta njohin mirë këtë çështje. Në mënyrë që kjo përgjegjësi dhe ky adhurim nga ata të jetë në përputhje me rregullat e fesë, larg gabimeve që e zhvlerësojnë ezanin apo parsojnë dhe shpërblimin e muezinëve. Dhe çështja e radhës ka të bëjë me vlerën e ezanit. Ndoshta kjo duhet ishte përmendur në temat e mëparshme, por e përmendim inshallah. Çfarë shpërblimesh ka të therrasësh ezanin? Tu kemi dhe Daj Shevqetin, që besoj se është më kurioztari tani kur e dëgjoj si temë. Është më kurioztari ta njoh, mund t'i njoh një pjesë të haditheve. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij që e transmeton Abu Huraira: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse njerëzit do ta dinin me të vërtetë, nëse njerëzit do ta dinin me të vërtetë sevapin, vlerën e shpërblimin e thirrjes së ezanit dhe të falurit në safin e parë, nuk do të gjenin mënyrë tjetër midis tyre, pra kush ta bënte të gjë, vetëse me short, atëherë do të hidhnin short. Pra, thirrja e ezanit, por edhe falja në safin e parë, ka shpërblim aq të madh tek Allahu, Allahu na fshehun. Por profeti alayhi salatu wasallam na tregon që është i atill sa që nëse ne do ta shihnim apo do ta provonim shpërblimin e madh në thirrjen e ezanit, nuk do t'ja linim njëri tjetrit. Por kush të kapte mikrofonin, të vinte herët, ta kapte mikrofonin për të thënë që e kam zënë unë, për të marrë shpërblimet e mëdha. Për të marrë shpërblimet e mëdha. Por kështu edhe falja në safin e parë. Nuk do ta neglizhonim. Nuk do ta nënvlerësonim, nëse do ta dinim me të vërtetë ç'është shpërblimi i madh ka. E normalisht kjo nuk do të thotë që çdo kush mund ta therrasë ezanin. Sidomos në xhamia, edhe përgjithsisht kështu janë pothuajse të gjitha xhamiat e organizuara. Kanë imamin e tyre, kanë muezinët e tyre, kanë punonjësit e tjerë të caktuar, dhe kjo për mbarvajtjen sa më të mirë të anës fetare në atë xhami. Pra ky hadith na tregon nëse njerëzit do të garonin, besimtarët do të bënin gara për të thirrur kush e kush ezanin, dhe do të hidhnin dhe short. Do të hidhin dhe short. Kush e kush ta thërriste ezanin. Hadithi tjetër që tregon vlerën e ezanit është hadithi që përcjell po Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha nudiya lis-salati adbara ash-shaytan hatta la yasma'a at-ta'dhin." Kur thirret ezani, shejtani largohet në mënyrë që të mos e dëgjoj ezanin. Pra nga vlerat dhe mirësitë e ezanit është se ti largon armikun tënd më të madh kryesor,
i cili asnjëherë nuk përton, dhe asnjëherë nuk e neglizhon, dhe nuk e le pa shfrytzuar asnjë moment, asnjë hapësirë për të bërë keq ty. Gjithmonë vigjilent për të bërë keq ty. Gjithmonë i papërtueshëm për të bërë keq ty. Edhe mbi të gjitha, tepër i rafinuar për të ditur apo për të gjetur rrugët se si të hyjë tek ty. Shumë i rrezikshëm. Dhe një nga veprat e mira që e mban dhe e largon këtë armik, Allahu na ruaj për sharrit të tij, është edhe thirrja e ezanit. Prandaj siç e kemi marrë në temat e kaluara, edhe nëse je në shtëpi është e pëlqyeshme të thrasësh ezanin kur do falesh. Edhe kur je në udhëtim, e thret ezanin, largon këtë armik nga ty. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e radhës rreth vlerës së ezanit, al-mu'adhdhinuna atwalu an-nasi anaqan yawm al-qiyamah. Në ditën e Kiametit muezinët do të kenë qafat më të gjata. Në ditën e Kiametit, thot profeti jon alayhi salatu wassalam, muezinët do të kenë qafat më të gjata. Çfarë kuptimi ka kjo? Disa dietarë thonë se në ato momente të asaj dite kur njerëzit do të mbulohen nga djerësit e tyre në varësi të gjunafeve, imanit që kanë pasur, muezinët do të jenë të shpëtuar, sepse djerësat nuk do t'i arrijnë në gojë për shkak të gjatësisë së qafave. Të tjerë thonë se kuptimi është se kur muezinët të shohin mëshirën dhe shpërblimin e Allahut për ezanin e tyre, do të zgjasin qafat për ta parë akoma dhe më mirë. Ke parasysh atë njeriu që kërkon ta di dhe ta shoh plotësisht akoma dhe më mirë atë shpërblimin dhe mëshirën e Allahut për të. Zgjat kokën ta shohi. Çu do të ndodh edhe me muezinët, gjë që tregon vlerën e ezanit. Në hadithin e radhës thot profeti alayhi salatu wassalam, po nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, al-muadhdhin, shifin sa i bukur është ky hadith. Al-muadhdhin yughfar lahu mada sawti wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Muezinit i falen gjunahet aq sa i shkon zëri. Aq sa shkon zëri i tij. Ku mund shkoj zëri i tij? Larg. Në atë përmas i falen gjunahet. Ky me të vërtetë është problem madhështor vëllezër. Pra të falen gjunafet me një vepër të lehtë. Kush lodhet nga thirrja e ezanit? Lodhet dikush nga thirrja e ezanit? Askush nuk lodhet. A është një vepër e gjatë? Nuk është e gjatë. Apo mban fjalë tepër të vështira për t'u shqiptuar, edhe pse është në gjuhë të huaj janë të thjeshta, alhamdulillah. Por shihni mëshirën e madhe të Allahut dhe dashurinë e Allahut për të vepër të mirë, prandaj vendosi këto përfitime madhështore. I falen gjunahet në lartësinë e zërit të tij. Dhe dëshmon për të, tha profeti alayhi salatu sallam, çdo gjë e thatë dhe e njom. Përmendni këto dy cilësi për të treguar se çdo gjë dëshmon për të. Por kjo do të jetë hadithi i radhës, vlera e radhës. Ku profeti alayhi salatu sallam thotë, për cilën nga Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa, që e kemi marrë dhe më parë, se Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu i tha: unë shoh se ti i pëlqen bagëtit dhe kullotat, stanët. Prandaj kur të jesh me bagëtin tënde dhe në kullotat apo livadhet, stanët e tua, thirrë ezanin për namaz dhe ngrije zërin tënd. Ngrije zërin tënd.
Me thirrjen, sepse nuk dëgjon për ty. Nuk të dëgjon zërin e muezinit, ndonjë njeri, ndonjë xhind, apo diçka tjetër, vetë se do të dëshmoj për të në ditën e Kiametit. Njerëzit, gjindët, gurët, drurët, krijesat e tjera, do të dëshmojnë për të. Do të dëshmojnë tek Allahu që ky e ka bërë të vepër të mirë. Ai sa shkon zëri i tij. Kush e dëgjon zërin e tij, do të dëshmojnë për të. Thotë Abu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, e kam dëgjuar këtë gjë për të fjalë fundit që tha, nga i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra është hadith. Lera e madhe e thirrjes së ezanit. Nisur nga këto hadithe rreth vlerës së ezanit dhe muezinëve, dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme se cila vepër është më e mirë, thirrja e ezanit apo imamlliku. Do bëjmë të dy konkurs. Ka dietarë që thonë të bërit e imamit është më mirë, sepse këtë gjë ka bërë profeti alayhi salatu wassalam dhe khalifët pas tij. Por është edhe një gjendje që kërkon më tepër kritere. Prandaj është më e mira. Por dietarët e tjerë thonë jo. Thirrje të bërit muezin ka vlerë më të madhe. Në bazë të disa haditheve që përmendëm, por edhe në bazë të hadithi tjetër të profetit alayhi salatu wassalam ku thotë el imam damin wal muadhdhin mu'taman. Thotë profeti alayhi salatu wassalam, imami është garantues, ndërsa muezini është i besuar. Dhe thonë, amaneti, besueshmëria është më e madhe se garancia. Pra profeti alayhi salatu wassalam i dha vlerë më tepër muezinit se sa imamllikut. Dhe vazhdon hadithi dhe thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahumma arshid al-a'imma waghfir lil muadhdhinin. O Allah, udhëzoj imamët dhe fali muezinët. Dhe thon, dhe falja e mëkateve është diçka më e lartë se sa kërkimi i udhëzimit. Të mendim nga bashkëkohorët e ka dhe Shekhu Thejmini. Allah e më shiro. Por, se cila prej detyrave apo veprave të mira ka veçoritë e saj dhe ka vlerën e saj. Por përmend atë çështje për treguar se çfarë vlerë të madhe ka thirrja e ezanit. Saqë dietarët ndajnë mendime të ndryshme. A është më e mirë thirrja e ezanit apo imamlliku? Aq vlerë ka thirrja e ezanit. Çështje tjetër, a lejohet që e njëjta xhami të ketë më shumë se një muezin, 2 apo më tepër? Lejohet. Profeti alayhi salatu wassalam ka pasur më tepër se një muezin. Ka qenë Bilali radiallahu ta'ala anhu, që ka qenë muezini kryesor. Muezini kryesor për namazet farz. Ka qenë Ibn Umi Mektum, muezin i verbër ky, muezin për namazin e sabahut. Ka qenë Abu Mahdhura, muezin i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky ka qenë në Mekë. Qabe. Ka qenë edhe Saad al-Qarad, që ka qenë muezin në xhamin Kuba. Ta në xhami të ndryshme, por për të njëjtën xhami ka pas profeti alayhi salatu wasallam, siç ishte Bilali dhe Ibn Umi Mektumi. Lejohet. Dhe gjë tjetër që e lejon këtë gjë, fakt tjetër është se mund të jetë nevojshme, sidomos kur bëhet fjalë për xhami të mëdha. Pra, një muezin mund të ketë angazhime dhe nuk arrin dot të jetë prezent për çdo ezan, për çdo namaz.
apo kur janë xhami të tilla të rëndësishme, është nevojshme në mënyrë që mundesa e një muezini, që mund të ketë arsye në mungesën e tij, të mos sjell çoroditje të besimtarët e xhamisë, por është tjetri. Nuk ka ndonjë ndalesë në lidhje me këtë çështje. Çështje tjetër, çfarë gjykimi ka namazi pa ezan dhe pa ikamet? Nëse dikush, individ apo xhamat, falin një namaz të tillë, pa thirrur ezanin dhe pa thirrur ikametin, namazi i tyre si namaz është i saktë. Dhe nuk është qëllimi këtu të tregojmë që lejohet ta bësh diçka të tillë. Jo, ikameti është vajxhib. Në disa raste ezani është vajxhib. Në rastet e tjera është i pëlqyeshëm, siç e kemi përmendur mësimet e kaluara. Por nëse ndodh, mund të jesh për shembull individ në shtëpi, nuk thirr ezan, harrove të thrasësh dhe ikamet, fillove namazin, u kujtove, çfarë duhet bësh? Ta lësh namazin, ta ndërprecësh, të dalësh në namazin dhe të thrasësh ikametin, apo ta vazhdosh? Vazhdoje. Vazhdoje, sepse nëse është nga harresa është më e lehtë çështja. Dhe gjithashtu si ezani dhe ikameti nuk janë pjesë e brendshme, përbërëse e namazit. Siç është qëndrimi në këmbë, fatihaja, rukuja, sejdja, harresa apo mungesa të cilave sjell anomali në namaz, mangësi në namaz. Por to janë çështje të jashtme, kanë lidhje me namazin, por nuk janë pjesë përbërëse e namazit. Dhe si rrjedhoj, nuk cënojnë saktësinë e namazit. Çështje tjetër, nëse banorët e një vendi qëllimisht e lejnë thirrjen e ezanit. Për shembull, në një fshat kanë xhaminë e tyre dhe i kanë mundësi ta thresin ezanin e neglizhojnë. Nuk e thrasin ezanin në atë xhami. Thot shumica dietarëve se të tillët nëse vazhdojnë dhe këmbgulin në refuzimin e thirrjes së ezanit, u shpallet luftë. Pra këshillohen, paralajmërohen, kërcënohen, ndërmerren masa, por prapa ata vazhdojnë në mosthirrjen e ezanit, u shpallet luftë. Pra dërgohen forca. Pse kjo gjë? Argumenti është se ku profeti alayhi salatu wassalam donte të mësynte një vendbanim dhe nuk e dinte a ishin musliman apo jo. Keni parasysh shtretet e tjera në fiset e shpërndarë në për shtretet e tjera, priste namazin e sabahut. Nëse dëgjonte ezan, e kuptonte që ishin musliman dhe largohej. Nëse nuk dëgjonte ezan, nuk bënte shtjellim. Nuk e thirrën sepse janë musliman por përtojnë, e ligjojnë, apo janë pabesimtarë, por i mësynte. Dhe kjo nuk do të thotë se në çdo rast ata janë qafira. Por kanë lënë një shenjë prej shenjave të mëdha dhe të rëndësishme të fesë. Dhe që është thirrja e ezanit. Këto pra janë çështje për sot. Ne lutim Allahun Azza wa Jall na japi neve diturinë e fenë e tij. Në mësimin e ardhshëm inshallah do të themi kushtet dhe kriteret e muezinit, por inshallah do të marrim edhe format e ndryshme të ezanit dhe të ikametit. Ezanit dhe ikametit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.